E po, le të futemi drejt për drejt në temë, sepse sot kemi një shpjegim vërtet magjepsës përpara. Ne do të nisim një udhëtim të jashtëzakonshëm në hartën shpirtërore të universit. E dini, shpesh kur mendojmë për mënyrën se si funksionon bota, ne bazohemi fort te shkenca, fizika, tek gjërat që mund t'i prekim me duar, por burimet e sotme na ftojnë të shohim një plan urbanistik krejtësisht të ndryshëm. Është një metafore, një arkitekture hyjnore që i bën disa koncepte thellësisht ezoterike jashtëzakonisht kuptueshme. Ne do të eksplorojmë kaballën, jo thjesht si një filozofi abstrakte, por fjalë për fjalë si një planimetri të detajuar që tregon se si është ndërtuar realiteti ynë. Tull pas tulle, ose më saktë, energji pas energjie. Tani, ndaluni pak dhe mendoni rreth kësaj pyetje, sepse sfidon drejt për drejt gjithçka që mendojmë se dim për realitetin. Imagjinoni për një moment sikur yjet, planetet dhe vetë toka nën këmbët tona të mos jenë thjesht grumbullime të rastësishme atomesh, po sikur i gjithë kozmosi të jetë në fakt një entitet shpirtëror, i gjallë dhe jashtëzakonisht i organizuar. Kjo nuk është thjesht një pyetje për të ngacmuar imagjinatën, por porta hyrëse për të kuptuar se materia fizike është thjesht stacioni i fundit i një zinxhiri të gjatë dhe kompleks krijimi. Për të shmangur çdo keq kuptim qysh në fillim, le të jemi të qartë se çfarë po analizojmë. Kabala nuk është thjesht një besim i verbër, absolutisht jo. Është shkenca mistike e harmonisë. Mund ta mendoni si një sistem tepër preciz, një hartë definitive që shpjegon mekanikën e krijimit dhe se si ai lidhet thellësisht me vetdijen njerëzore. Pra, thelbi është ky. Ky sistem kërkon të japi kuptim kaosit, duke treguar se ne dhe universi jemi në një dialog të pandërprer, të pashkëputur. Kjo na çon tek pika jone e parë, harta shpirtërore e universit, ose krijimi në shtresa. Për ta bërë këtë koncept sa më të thjesht, sepse në fillim mund të duket pak i rënd, le të përdorim një analogji. Imagjinoni ujin. Në fillim është si një avull i padukshëm në ajër. Ky është ai që quhet burimi i pastër hyjnor, energjia në formën e saj më të lartë. Më pas ky avull fillon të kondensohet në pika ujë, duke formuar një rrjedhë energjie. Këtë njihen si sefiret apo emanacionet. Ndërsa vazhdojmë më poshtë, temperatura bie, uji bëhet gjithnjë e më i ftohtë dhe kalon në nivele gjithnjë e më të dëndura, derisa krejt në fund ngrim plotësisht dhe kthehet në një kubakulli të ngurtë. Ky kubakulli është realiteti fizik material ku jetojmë ne. Është e mahnitshme apo jo? Çdo nivel material është thjesht një formë e ngrirë, e dendur e asaj energjie fillestare të padukshme. Dhe duke mbajtur në mendje këtë analogjinë e akullit dhe avullit, vim tek një rregull i artë, parimi i unitetit. Edhe pse bota përreth nesh duket e coptuar në objekte të ngurta, njerëz, kafshë, bim, në të vërtetë nuk ka asnjë ndarje absolute. Pavarësisht atyre shtresave të dendura që sapo përmendëm, çdo formë materie apo mendje buron nga i njëjti vend. Pra, në thelb, ky material shpjegues na kërkon të gjejmë ato unitet të fshehur, që fshihet mjeshtërisht pas rutinës dhe ndarjeve tona të përditshme. Tani kalojmë tek një tjetër koncept thelbësor: mëshira dhe drejtësia, ekuilibri i vërtet kozmik. Le të mendohemi pak. Nëse gjithë kjo energji buron e pandalur, si nuk kthehet universi në një lëmsh të pandashëm? Si nuk shembet e gjithë këto struktura? Përgjigjja qëndron në dy forca jetike, plotësisht të kundërta, por absolutisht të nevojshme. Imagjinoni përsëri një lumë. Në njërin anë kemi çesed, që është mëshira, dashuria dhe energjia që rrjedh lirshëm. Ky është vetë uji. Uji sjell jetë, është i domosdoshëm. Por, çfarë ndodh nëse uji rrjedh pas një kufi? Kemi një përmbytje shkatruese apo jo? Ktu futet në lojë gebura, drejtësia, forca shtrënguese, ose me fjalë të tjera, brigjet e lumit. Ato janë të ngurta, kufizuese dhe ndonjëherë duken të ashpra, por pa to, uji thjesht do të shkatronte gjithçka. Këto nuk janë e mira dhe e keqa. Janë forca plotësuese që mbajnë realitetin në këmbë. Dhe e dini çfarë ndodh kur ai lum rrjedh i qet mes brigjeve të tij të forta? Ne arrim në atë që quhet tiferet. Kjo është bukuria dhe harmonia absolute. Mesazhi këtu është i qartë. Universi ekziston dhe lulëzon vetëm e vetëm kur këto dy forca arrin ekuilibrin. Nëse e prishim këtë ekuilibër, burimet thonë se përballemi me kaos, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht. Tiferet është qendra e saktë ku mëshira dhe kufiri japin duart për të krijuar një harmoni të përsosur. Që na sjell te pika vijuese, ndoshta imazhi më i njohur, pema e jetës, udhërrëfyesi përfundimtar strukturor. Tani merrni të gjitha ato shtresa kondensimi dhe ujin e lumit me brigjet e tij dhe vendosuni në një skem të vetme. Kjo është pema e jetës. Nuk është thjesht një vizatim i bukur, është fjalë për fjalë një GPS kozmik. Ajo integron bashk gjithçka që sapo folëm. Çdo pikë në këtë hartë, çdo sefire është një parim i gjallë, një ingranal në mekanizmin e realitetit ton.
Kjo hartë na tregon saktësisht rrugën që duhet të ndjek vedia për të gjetur rrugën e kthimit, nga kubi i akullit mbrapsht drejt avullit hynor. Është një kryevepër e arkitekturës shpirtërore. Tani, le të zbresim pak në nivelin ton. Njeriu si mikrokozmos ose arkitektura e brendshme. Ky është ndoshta koncepti më fuqizues i të gjithë këtij udhëtimi. Dëgjoni me vëmendje, ne jemi pasqyra e saktë e universit. Çdo gjë që ndodh brenda arkitekturës suaj të brendshme, çdo mendim i vogël, çdo emocion i fshehur, konflikt apo harmoni, reflektohet një për një në botën e jashtme. Pse ka rëndësi kjo? Sepse do të thotë që të kuptosh thellësitë e mendjes sate është eksaktësisht njësoj si të kuptosh thellësitë e pafundme të galaktikave. Është paksa trondicë ta mendosh, apo jo? Por si e lëndrojmë këtë hartë të brendshme? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Gjua nuk është thjesht diçka që përdorim për të porositur një kafe. Ajo shihet si energji e mirëfillt krijuese. Përmes diçkaje të quajtur gjematria, çdo shkronjë fjalë mbart një fuqi shpirtërore, dhe thelbi i lundrimit është kërkimi i dritës që përfaqëson dijen. Por ja një detaj lehtësues, errësira nuk shihet si ndonjë përbindës apo e keqe absolute, as pak. Ashtu si hija në një dhomë, errësira është aty thjesht sepse mungon drita e ndërgjegjësimit. Sapo të ndizni dritën e kuptimit, ajo thjesht zhdoket. Dhe gjithë kjo na çon drejt një qëllimi të vetëm, kulmit këtij sistemi, që është tikun. Tikun fjalë për fjalë do të thotë riparim. Nëse ne jemi vërtet të lidhur me kozmosin si një pasqyrë, atëherë puna jonë me vete nuk është thjesht një hobi apo një libër për vendimër. Është një punë masive, restauruese për vetë realitetin. Të balancosh mëshirën dhe drejtësinë në jetën e përditshme, të ndryshosh një zakon të keq, do thotë të riparosh një fije të vogël në atë pëlurën e madhe të universit. Ashtu siç thotë edhe kjo shprehje e famshme. Por brenda këtij materiali shpjegues, ky nuk është thjesht një citat motivues për të ndjerë mirë. Është fjalë për fjalë mekanike e pastër kozmike. Çdo veprim i ynë ristrukturon themelet e sistemit. Ne nuk jemi thjesht pasagjer në këtë univers që po vështron nga dritarja. Ne jemi bashkë arkitekt aktiv të tij. Ndryshimi rrezaton nga ai niveli mikro drejt te pema e madhe e jetës. Po, kjo na lë me një mendim të fundit, disi provokues. Në pam që energjia buron nga një burim i vetëm, pam ujin e mëshirës që ka nevojë për brigjet e drejtësisë, dhe pam se si secili prej nesh është një univers në miniatyr. Pra, e lër me këtë mendim, nëse universi është me të vërtet kjo hartë e gjallë dhe që merr frymë së bashku me ne, atëherë cili është realiteti që po hartohet nga brenda jush pikërisht në këtë moment? Shpresojmë që ky shpjegim i shkurtër t'ju ketë dhënë një lente të re dhe t'ju ketë shtuar kuriozitetin për të zbuluar më shumë nga kjo arkitekturë e pafund